Generator kolektiv, sistem kablor për TV, kyçje në telefonë dhe internet, shkallë lëvizëse, parkingje brenda dhe jashtë objektit. Objekti gjendet afër stacionit të autobusave në Prizren. Lehtë për të gjetur, vështirë për të harruar. Ndërmarrja tregtare ndërtimore, Miri Prizren. Saloni Femrave Hyrmeti që gjendet në Suarek, përballë parkut të qytetit, sjell për ju nga Rover Hair nga Italia, produkte kozmetike profesionale për flok. Na vizitoni, kontakt 044 600 221 dhe 049 888 252. Saloni Femrave Hyrmeti. Stas Karting. Pista e mini formulave ka hapur dyert e saj, e vetmja dhe e para në Kosovë. SAS Pista ofron për ju go-kart, organizim të garave, si dhe bar kafe. Ndjeni vete në pistë të vërtet, duke garuar me mini formula në pistën SAS Karting. Ju mirëpresim, pse jo dhe të garojmë së bashku. SAS Karting. Valvis Kompani, e cila gjendet në rrugën Tirana në Prizren, është rezultati biznesit më së 20 vjeçar. Nga viti 2000, Valvis Kompani filloi tregtimin e mishit të gjetit. Në ditët e sotme vazhdon biznesi i kompanisë me importet e bagative të gjalla për therrje, kryesisht nga Slovenia, Çekia, Bullgaria dhe Polonia. Në kuadër të Valvis Kompani funksionon thertoria për therrjen e bagative, si dhe përpunimin e mishit, përpunimin e përshutës, sallamës, salçiqeve, shtalla për mbajtjen e përkohshme të bagative, në Sjashitse me shumicë në Prishtinë, në Vushtrri në Mitrovic, pastaj Maqedoni, Maltëzi dhe Shqipëri, me tendencë të mbulimit edhe të tregjeve botërore. Tendencë e vazhdueshme e kompanisë është aftësimi i linjave të tjera të prodhimit, duke ofruar ushqim cilësor në sofrat tuaja. Valvis Kompani është dëshmi e suksesit të biznesit vendor. Përshëndetje miq të dashur të emisionit On Night. Takojmë edhe sot në këtë të premte ku data shënon 2 dhjetor dhe kemi hyrë pra në muajin e fundit të vitit 2011. Një përshëndetje ngrohtë në këto momente si gjithmonë jo vjen nga unë Dona Qose në mikrofon dhe kolegu im Nexhat Xhemaj që do përkujdeset në video dhe audio mix vetëm për kënaqësinë tuaj. Në këto momente ju ftojmë të ndjekim këngën e parë përshëndetëse si hyrje të On Nightit. Just meant to be, you'll be coming back to me, 'cause this is pure love, 'cause this is pure love. Yes.
bashku këngën e parë përshëndetje dhe ishte Arash me Pur Love. Në këtë moment ka ardhur koha të startojmë me rubrikën e parë të emisionit On Night, pikërisht me rubrikën On Info. Po para se të prezantoj rubrikën On Info, akoma pa prezantuar numrin e telefonit, i cili është i shënuar në ekranet tuaja, pikërisht në 044 241 858, na ka mbritur dhe mesazhi i parë. Lexojmë mesazhin para se të vazhdojmë me informacionet e para. Mirëmbrëma, ju përshëndet Beharja, e përshëndes Norën Gintën, lavdijen që i dua shumë. Gjithashtu, Besmirin dhe motrën e ty që jeni më të mirët. Përshëndetje dhe për ty e dashur. Njëkohësisht mirëpresë dhe mesazhe të tjera nga ju të nderuar teleshikues, ndërsa në këto momente ju e dini pra fare mirë se në këtë emision ndiqni materiale nga fusha të ndryshme dhe ka ardhur koha për të ndalur tek astrologjia, ku do të keni mundësi të ndiqni një material i cili do të flasi për shenjat e horoskopit dhe për ushqimin e tyre. Ndjeki materialin dhe më pas rikthehemi sërish në studio. Ushqimi për secilën shenjë. Dietat rigoroze janë disa nga përpjekjet e njeriut modern që jetën e tij ta kalojë me sa më pak probleme shëndetësore. Këtë gjithsesi duhet përkrahur. Megjithatë, ai përshtatet çdo njërit prej nesh mënyra makrobiotike e të ushqyerit ose mënyra vegetariane ose ndonjë e tretë. Në veprën hyrëse Astrolonka që ta dëshmoj harmoninë ndërmjet ushqimit dhe shenjës së horoskopit. Dashi. Udhëheqës, luftëtar, euforik ose depresiv. Temperamentin e tij të fortë mund ta zbusë me ushqim të lehtë, kryesisht me perime, me pak mish, pa pije të forta alkolike dhe pa duhan. Perimet e gjelbra dhe të kuqe, spinaqin, lakrat, rrepat e vegjël, panxharin e kuq, duhet i kemi në racionet tona të përditshme, sepse përmbajnë hekur i cili i nevojitet aq shumë dashit që ka predispozita potenciale për anemi. Për të njëjtin shkak, duhet ngrënë sa më shumë pemë të kuqe, si qershi, vishnje, kumbulla të kuqe dhe rrush. Më së miri është të konsumohet rrushi i kaltërt, kumbullat e kaltërta, pemët me ngjyrë të kaltërt përgjithsisht. Demi. Me temperament melankolik, por me shëndet të mirë, Demi i do sportet, por edhe jetën e qetë e komode. Demi ka apetit të mirë, e do ushqimin, nganjëherë është grykës, e do alkoolin, në mënyrë të veçantë pijet luksoze. Demat e duan kuzhinën dhe është interesante e dhëna, vështruar nga aspekti historik, sipas së cilës helmueset më të njohura kanë qenë të lindura pikërisht në këtë shenjë, duke lënë anash shkakun, lirisht uluni pranë tavolinës, të cilën me shkaktësi të madhe ka përgatitur Demi. Meqense është i prirë të trashet, sidomos në vitet e pjekurisë, i rekomandohet që ta kufizojë apetitin. Demave u përgjigjen jashtëzakonisht pemët e kaltërta, kumbullat, manaferat dhe rrushi. Binjakët. Fëmijët e mërkurit, me gjithë pa përqëndrueshmërinë e tyre, janë shumë simpatik, vital, rinor dhe përplot energji fizike. Me një fjalë, kjo shenjë është përjetësisht u takon njerëzve të rinj, të shpejtë, të cilët në mënyrë imperative ecin në hap me kohën. Ndaj para të gjithave, ata e pranojnë makrobioetikën, vegetarin dhe secilin trend tjetër. Binjakët e duan zjerjen, i duan gjellët e reja dhe recetat e reja, por në aspektin e të ushqyerit janë shumë nazeli. Pasi që nuk pëlqen të qëndrojnë gjatë ulur rreth tavolinës, më me kënaqësi përcaktohen përshujta të pakta dhe të shpeshta, të cilat i kujtojnë koktejl. Sidomos i pëlqen kuzhinat egzotike të vendeve të largëta. Nga prodhimet e vendit duhet të përmendin sa më shumë perime dhe pemë të ngjyrës indigo, si për shembull patlıxhanin, rrushin, manaferat, qershitë e murme. Rreptësisht u ndalohet duhani dhe u rekomandohet pushimi. Gaforja. Gaforja sensibile adhuron vatrën e shtëpisë, pastat dhe mbërcirat, me çka i kompenson vuajtjet e dashurisë dhe problemet e jetës. Në pikpamje të ushqimit nuk është nazelie. Konsumon gjithçka, por për shkak të barkut të ndjeshëm, duhet që të shmang pijet e forta alkoolike, duhanin dhe ushqimin djegës, me gjithë apetitin e mirë. Rëndom trashja është pasojë e situatave fatkeqe emocionale. Gaforreve u rekomandohen perimet dhe pemët me mbështjellës të verdhë si speci, patatja, kungulli, banania, ananasi, dardha dhe limoni. Luani.
Zjarri, dielli, drita, bollëku janë simbole të luanit, shenjës më kërkuese të zodiakut. Ai do nga jeta më të mirën, sepse mendon se kjo i përket. Ndaj për këtë harxhon shumë para për të gjitha llojet e kënaqësive, duke përfshirë këtu edhe ushqimin. Luani në tryezë është mjaft nazeli dhe kërkues, e çmon cilësinë më shumë se çdo shenjë tjetër e zodiakut. Ushqimin e vet duhet ta organizojë në varësi nga fakti se a ka probleme me shtypjen e lartë apo me shtypjen e ulët. Kjo kuptohet ka të bëj edhe me kafen. Duhanin duhet ta shmang. Klorofili është ai që i duhet luanit. Ndaj për këtë është e nevojshme që në ushqim të përfshi sasi më të mëdha të perimeve të gjelbërta, si lakrës me gjethe. Virgjeresha është precize, e cila mat me gram çdo zarzavate që përfshihet në shujtën ditore, e cila nuk ka kufizime në pikpamje të shumëllojshmërisë, por ka kufizime në aspektin e sasisë. Për shkak të sistemit të ndjeshëm të tretjes, Virgjeresha nuk bën të konsumojë shumë ushqim për një herë, edhe as të konsumojë pije të forta alkoolike. Perimet e gjelbra, gjethore dhe përgjithsisht perimet e shumta janë ato që u duhet patjetër të lindurve në këtë shenjë. Gjatë kohës së të ushqyerit do të duhej pirë një gotë ujë. Peshorja. Për peshorën ndihet botërisht, fjala është për helmet, të cilat i merr ndërmjet ushqimit, me çka e shkatërron shëndetin e vet, pa çka se mund të thuhet se është shumë i mirë. Për këtë peshorit duhet i shmangin duhanin, alkoolin dhe ushqimin e rëndë, sidomos biberin, kafen e zezë, çokoladën, sheqerin e bardhë dhe kripën industriale. Do të thotë, duhet të konsumojnë krip deti dhe mjalt në vend të sheqerit, madje në pije të nxehta, vetëm se duhet të pritet ftoja e tyre, sepse nxehtësia i shkatërron përbërësit e dobishëm të mjaltit. Nga zarzavatet e tjera peshoreve u pëlqejnë vaj i ullirit, mishi i pulës dhe mishi i viçit, pemët me ngjyrë portokalli, mango, ftoj japonez, mandarina, pjeshka e verdhë, kajsia, pjepri, molla, karrota do të duhej të ishin për herë në tryezën e peshores. Akrepi. Akrepi i fort e du ushqimin pikant, në gjithçka e tepron, madje edhe pi shumë. Në vend të ushqimit të rënd e të biberosur, të cilën e ka kaq për qejf kjo shenjë, rekomandohet ushqimi i lehtë. Pemët të cilat i rekomandohen akrepit janë rrushi, manaferat, kumbullat e kaltërta, kungulli, banania, ananasi, dardha dhe limoni. Perimet të cilat akrepi duhet i ketë gjithnjë në tavolinë janë patatja, speci i verdhë dhe patlıxhani. Shigjetari. Shigjetari pa brenga lehtë mund të vuaj nga mbi pesha, në qoftë se nuk janë dalë huvin apetitit të mirë, ndërsa trashet kryesisht në pjesën e kofshëve dhe të brinjve. Kjo shenjë e horoskopit kënaqet me ushqimin, prandaj dietat, të cilat duhet i mbajë sipas udhëzimit të mjekut, i shkaktojnë zemërim. Ushqimin e shigjetarit duhet ta pasurojë me perime e pemë me ngjyrë vjollce, si patlıxhani, panxharin e kuq dhe rrushin e murmë. Është mirë që shigjetari gjatë ushqimit të tij ta pijë edhe një gotë ujë. Briciapi. Pasi që në jetën e briciapit nuk ka vend për ndonjë gjë pa të cilën nuk mundet, ai është mjaft modest në kërkesat e tij lidhur me ushqimin dhe mënyrën e jetës. Përgjithsisht, briciapi e merr vetëm atë që është më domosdoshme për jetë. Nuk pi kafe të zezë dhe pije të shtrenjta. Nuk ushqehet në restorante luksoze. Briciapi ka konstruksion e shtëror dhe në parim nuk do të duhet të kishte probleme me kilogramët. Megjithatë, do të duhet të merrte ushqim që përmban pak yndyrra për shkak të kolesterolit. Ushqimi ideal është gjithçka që është e bardhë, si djathi, qumshi, mishi i zogut. Perimet dhe pemët të cilat rekomandohen në mënyrë të veçantë për briciapin janë spinaqi, rrepa e vogël, panxhari i kuq dhe rrushi i kuq. Ujori. Ujuri i çmuar për shkak të lartësive të tij spirituale e intelektuale është mbështetës i kuzhinës vegetariane me dëshirën që gjallësat të mos vuajnë për shkak të tij. Ujori ka forcën e mendjes, por jo edhe shumë energji fizike, prandaj ka nevojë për më shumë pushim, gjumë, ritëm të rregullt jetese dhe ushqimi. Megjithse nuk ka kufizime në pikpamje të ushqyerit, veç atyre që ja imponojnë vetvetes, ujuri do të duhet të konsumonte pemë dhe perime të gjitha llojeve, përveç atyre që janë të tharta. Nga erëzat, më e dobishme është kripa e detit. Peshqit.
shenja më komplekse e zodiakut, ikën nga jeta e përditshme dhe sa i përket të ushqyerit. Bashkësundimtari Jupiteri i krijon apetit të mirë, ndaj mes peshqeve ka shumë njerëz të trash, madje edhe tepër të trash. Rruga e dytë e ikjes është në alkoolizëm dhe drogë. Prandaj psikiatri është mjeku më i vizituar nga kjo shenjë. Peshqet së tepërmi u bëjnë mirë perimet e zjera, të freskëta dhe pemët e kaltërta si patallxhani, kumbullat, rrushi dhe manaferrat.